Në çdo epokë të artit, ka disa emra që nuk ndjekin rrjedhën, por e ndryshojnë atë. Gjergj Prevazi, i cili zgjodhi që lëvizja të mos ishte thjesht estetik, por gjumë mendimi dhe revolucion artistik, duke ndërtuar që herët një vizion që do ta çonte teatrin shqiptar përtej formave tradicionale. Në vitin 1997 u bë pjesë e stafit pedagogjik të degës së koreografisë në Universitetin e Arteve në Tiranë, duke formuar breza të tërë artistësh në lëndët e lëvizjes skenike, historisë së densit dhe koreografisë. Ai është koreografi i parë shqiptar që eksperimentoi dhe zhvilloi në mënyrë të qëndrueshme stilin dance theater, duke çuar teatrin dhe lëvizjen skenike disa hapa përpara në hapësirën shqipfolse. Në bashkëpunim me regjizor të huaj nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Mëgjer, ai ka qenë pjesë e projekteve dhe shfaqjeve që sot konsiderohen referenca artistike. Gjergj Prevazi ka qenë pjesë e afro 25 festivaleve kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u vlerësuar me çmime të para prestigjioze, mes tyre edhe Delfino d'Argento në festivalin ndërkombëtar Music World në Itali. Sot Gjergj Prevazi është drejtor i teatrit eksperimental Kujtim Spahivogli, një hapësirë që vazhdon të sfidoj, të kërkoj, të eksperimentoj e për më tepër të ofroj akoma më shumë për publikun. Kam kënaqësinë të kem në studion time, siç edhe e pat nga ky insert, zotin Gjergj Prevazi, koreograf, profesor, drejtori i teatrit eksperimental, mik imi mbi të gjitha, sepse ndoshta në gjithë rrugtimin tim artistik që u vënë këmbë në fakultete deri më sot, bashkë njihemi dhe sigurisht ke patur ndikimin tënd edhe në jetët tona, po dhe në punën time, profesor, se kam intervistuar kush e di sa herë. Mirë se erdhe. Është kënaqësi sa herë që vi në intervistat tuaja. Në fakt, ne njihemi prej kaq shumë vitesh. Unë të kam ndjekur dhe në të gjitha këto vite, në të gjitha këto momente, ajo që nga bërë shumë përshtypje është këmbgulja jote e vazhdueshme dhe jashtë zakonshme për të mos hequr dorë edhe atëherë kur dansi kontemporan, baleti në vetvete, nuk duke ndoshta si gjëja më e kërkuar në Shqipëri. Mund të ketë kaluar krizat e veta, mund të ketë patur momente, ti nuk e hequr asnjëherë dorë dhe gjithmonë ke këmbgulur dhe gjithmonë ke qenë një njeri që e ka çuar një hap më lart atë baletin klasik të zakonshëm dhe trupat që ishim mësuar të shihnim ne të paktën ato pak skene që kemi patur. Nuk e di si mund t'ja bëj emrin, po mendoj se pasioni edhe le themi një projekt jo personal, por një projekt te i cili ti beson, i cili ti shpreson dhe fillon dhe shikon rezultatet e para. Kjo më ka dhënë kurajo, nuk jam penduar kur që e kam nisur këtë rrugtim. Dhe mendoj sot, kam kënaqësinë të them që nuk jam i vetëm në këtë rrugtim të vështirë, me shumë sakrifica, por ja që ja dilet edhe kur e nis vetëm diçka, mjafton të besosh ke idetë tua, të besosh ke qëllimi kryesor për cilën ti shpeshherë pse jo, edhe i thirrur ta bësh këtë punë, sepse njeriu kur nuk e di qëllimin e jetës vet, kuptimin më të thellë intelektual të fjalës, por ja disa pasione që vinë, nuk e di, nga disa konstelacione të panjohura ndoshta. Krejtësisht kurioze jam si ka lindur marrëdhënia jote me lëvizjen skenike, me koreografin. Ti ke dashur të bësh balerin gjithmonë, Gjergj? Jo, unë kam kërcyer sigurisht për një periudhë relativisht të gjatë, por gjithmonë e kam identifikuar veten time si një person që ka parë përtej të ekzekutuarit. Kam qenë kurioz që fëmijë të shoh mënyrën se si organizonin koreografët e ndryshëm të cilët unë kam punuar. Dhe nuk e di, ka qenë një prirje e pavetdijshme në fillimet e veta. Pastaj ajo fillon dhe të bëhet një obsesion dhe ti kuriozohesh më shumë dhe e shtyn përpara. Unë do të them me kënaqësi që unë jam rritur në një familje muzikantësh dhe gjithashtu teatri për mua ka qenë një ambient, për mos ta them familjar, por shumë i afërt.
Dhe si i tillë gjithmonë kanë kurrizuar qoftë teatri si i tillë, por edhe mënyra se si lëvizin, kur fillohet merrem me lëvizje se si lëvizin aktorët, se si imagjinata implementohet në skenë e kështu me radhë. Dhe kjo natyrisht ka bërë pastaj që të merrem me studime të mirëfillta. Unë kam pasur fat, do të thosha, por edhe pjesë e asaj këmbguljes time që ju e përmendët, të jem në shkollën e Jacques Lecoq në Paris, në një kurs, le të themi specializim relativisht të shkurtër, por me një ndikim të jashtëzakonshëm në atë se si unë e shoh sot apo pas atij specializimi në përgjithësi lëvizjen. Në fakt, në kohën kur ti e formuar dhe në kohën kur ti ke nisur rrugtimin tënd, sigurisht mendoj që kasta e baletit, po dhe e koreografëve shqiptar, sigurisht ka qenë ndikuar nga presioni i kohës, nga rregullat e një baleti shumë drejt klasikës. Ti në fakt vetë me njëherë u orientove të paktën sapo të dha mundësia drejt baletit kontemporan. Si e bëri këtë thyerje mes dy brezash, me thënë, ku ti u formove, po dhe pastaj shkove drejt formimit personal dhe profesional? Shiko, mendoj që çdo kush në jetë duhet të ndjek një rrugtim sa personal, po aq edhe të munguar në hapësirën që ne kemi përballë. Në çdo lloj profesioni mendoj është kjo. Pra, unë kam identifikuar në ato vite një mungesë të madhe në skenën tonë për arsye që tashmë dihen, janë arsye historike, ideologjike, që arti modern nuk lejoi në epokën përpara, le të themi, aktivitetit tim, apo në kohën kur unë jam rritur dhe jam arsimuar. Kështu që e identifikova si një problematik të skenës së dansit shqiptar. Dhe u futa fort aty për ta eksploruar, për ta njohur dhe pastaj për ta aplikuar atë. Ka qenë një kënaqësi e veçantë në fakt momenti i parë ku unë jam përballur në një skenë ndërkombëtare me dance tjetër. Me dance tjetër. Një kompani të cilën e ke themeluar me shumë dashuri, ke patur breza të tërë balerinësh, një qasje krejtësisht ndryshe. Unë e mbaj mend si një nga eksperiencat, për mos thënë e vetmja në atë kohë në Shqipëri, në këtë formë të baletit modern, të dansit kontemporan. Ka qenë e para, në fakt, iniciativë. Pjesëmarrje ndërkombëtare, aktivitete ndërkombëtare në Tiranë. Pra ti, që në momentin që themelove dance theater, nuk ke ndaluar në asnjë moment së marri fort. Dhe vetëm unë kam insistuar në fakt që edhe në programet e shkollës të fusim element të lëvizjes skenike me aktorët, ju jeni dëshmitar, me qëllim që t'i qasimi sa më shpejt, të djegim ato etapat që ne kishim humbur në kohë në kontaktin me artin perëndimor, me zhvillimet e artit perëndimor. Jo se shkollat tona kanë qenë shkollat të këqija, le të themi, por sidoqoftë ka qenë ka pasur limitet e tyre, mungesa e komunikimit kishte lënë një grop të madhe në këtë sens, edhe u ndërtua kjo strategji për të sjellë në Shqipëri, për ta bërë Shqipërinë gjithashtu një agent të dansit kontemporan. Dhe kjo është një kënaqësi e veçantë. Është një iniciativë shumë personale. Është personale, po është kënaqësi që sot ka marrë rrugë. Si mban mend ata djemë, ata vajza, ata balerinë të cilët ju bashkuan iniciativës tënde në ato fillime dhe keni punuar shumë fort pastaj për të ecur përpara me këtë? Shiko, Shqipëria kur nuk ka vuajtur për talente. Por sigurisht si çdo filiz i ri ka nevojë të ushqehet. Dhe ky ushqim mund të japësh ushqim të mirë, ushqim mesatar ose ushqim të dobët. Mendoj se ai brez i parë me të cilën ne punuam kanë qenë student. Dhe unë kam ftuar dy specialistë shumë të mirë të asaj kohe zviceran, në një kompani e njohur dansi Karambol, me të cilën bashkëpunuam si fillim dhe ata u befasuan nga mënyra se si kaq shpejt edhe me kaq dëshirë këta kërcimtarë të ri po e përthithnin këtë material për ta të panjohur. Ishte koha kur unë doja të bëja një miksim ndërmjet dansit ton tradicional dhe modernizimit të tij.
ka qenë një rrugë e njohur për disa koreografë europian, por që Shqipëri nuk ishte ndodhur deri ato vite. Dhe kjo le të themi e bëri krijoi një zmuso, krijoi një kalim më të butë dhe u prit me shumë entuziazëm. Imagjinoni ju që ne kemi realizuar një shfaqje për 5 ditë së bashku me dy zveçranët, kaq shumë u entuziazmuan ata sa më propozuan direkt të bëjmë një shfaqje të plotë. Pra, këto kanë qenë ato hapet e para. A ka qenë një nga sfidat më të mëdha artistikisht që ti ke bërë këto, gjërat intensive, këto gjërat e bëra pak në presion? Por kur diçka e bën me pasion ti nuk ndjen as lodhje, nuk ndjen as. Dhe më kujtohet, ne s'kemi pas asnjë lloj pagese për këtë gjëra. E mbajmë. Nuk ka qenë krejt. E mbaj mend, po dhe dëshira jote për të punuar dhe për të promovuar, sepse e mbaj mend shumë mirë, si tani, kur sa herë kishe diçka të rëndësishme dhe apo diçka për të bërë, më merrni në telefon dhe më thoshe Fiodora, kemi një shfaqje shumë të mirë, kemi një trup shumë të mirë, kemi një festival shumë të mirë, dhe me thënë drejtën, jam përpjekur t'ju mbështes për gjatë këtij rrugtimi. Jashtëzakonisht shumë dhe jam shumë falënderues. Jo, dhe e kam bërë me shumë dashuri sepse unë ju kam njohur si pedagog për shumë vitesh në Universitetin e Arteve, ku ju vazhdoni edhe sot, kështu që e di se sa keni punuar dhe se sa jeni përpjekur për të formuar këtë brezin e ri të gjithë brezat aktorë, se brezi i ri nuk mund të jemi brezat rinj janë ata që diplomohen në çdo vit. Ju jeni akoma e re kështu. Si është, po themi, ambicjen e koreografëve të rinj sot? Shikoj, jetojmë një kohë që duhet kuptuar që është një kohë ndryshimesh të mëdha. Dhe prioritetet janë shumë individuale. Është me rëndësi këtë kohë që programet e studimit, strategjitë e zhvillimit, t'jenë sa më të hapura për të krijuar mundësi jo një drejtimshe, po t'jenë sa më shumë, le të themi, me sa më shumë kolorite. Në këtë kuptim, në kohën që ne jetojmë, është një kohë sa e vështirë, po është një kohë e mundësime të mëdha. Mos harrojmë se sot një djalë apo një vajzë e re që kanë ego për të ecur përpara, mund të lëvizin lirshëm në çdo vend të Evropës. Ne se kemi pasur këtë fat. Gjithashtu sot janë hapur mundësitë, qoftë me aplikime në Bashkimin Evropian, sikundë dhe në institucionet tona, dikur këto nuk kanë ekzistuar në Shqipëri. Sepse gjithmonë mendohet që brezat kanë gjithmonë vështirësi, në fakt mendoj se është e kundërta. Sidoqoftë vështirësitë shtohen, sepse shtohen kërkesat e shoqërisë për kualitete, për oferta të ndryshme, por tek e fundit këtu kjo e bën dallimin ndërmjet talenteve, njerëzve që kanë një vizion të qartë dhe atyre që ndjekin jo vetëm një shkollë, po dhe në krijimtari ndjekin një rrugë më të shkurtër. Rruga e gjatë gjithmonë të çon një rezultat më afatgjatë. Tani, sot të takoj edhe në një tjetër pozicion, siç është ai drejtorit teatrit eksperimental Kujtim Spaj Vogli, vetëm sot në mbrëmje unë do vi të shoh një shfaqje të kolegës Rozi Kostanit edhe mikesh dhe pedagoge në Universitetin e Arteve gjithashtu. Si është ky mision për ty tani? Kur mendova të aplikoj për drejtor të teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli, thash me vete, në rreth 20 vite, unë i kam bërë vetëm gjitha këto aktivitete. Atëherë, do të kem shumë herë më të lehtë me një staf, me një buxhet të caktuar për sigurisht. Dhe kjo ka qenë shtytja e parë dhe të jem plotësisht i sinqert me ju. Gjithmonë jemi ankuar për drejtorët. Gjithmonë jemi ankuar për njerëzit që kanë drejtuar, kemi thënë ky i tillë, ai i tillë. Pse mos ta provoj një herë vetë këtë gjë? Dhe argumenti i tretë ishte që unë kisha shumë vite që isha pedagog dhe vazhdojmë të jem si pedagog jashtë në Universitetin e Arteve. Thash, mbase ka ardhur momenti të bëj një ndryshim sa të vogël dhe të përkohshëm, provoj diçka të re. Dhe këto kanë qenë 3 shtyllat pse unë u zhvendosëm në teatrin eksperimental, që mendoj që jam prapë brenda profilit tim, sepse gjysma e karrierës time është me teatrin e gjysma është me dansin kontemporan. Edhe në teatr kam bërë dans kontemporan e dans teatr, është e njëjta gjë. Kështu që mendova që do ishte diçka më e lehtë për mua, po më rezulton më e vështirë.
Më rezulton më e vështirë se ju e dini puna me njerëz nuk është një punë e lehtë. Sa menaxheriale, Tek e fundit kur je në një pozicion të pavarur, ti vepron vetë si duash në një institucion shtetëror, publik, je detyruar të respektosh disa afate, disa rregulla të cilat nuk i shmangesh dot. Por këto të krijojnë keqkuptime, në komunitet, krijojnë keqkuptime në marrëdhëniet me njerëzit. Unë shpeshherë e them ju pa humor, drejtuesit bëjnë më tepër armiq se miq kur janë në tilla pozicione. Pra, kam qenë në një pozicion shumë herë më komod, ku i bëja gjërat vetëm, se sa tashti që jam i detyruar në kushte të caktuara. Por kam kënaqësinë gjithashtu të them që kam arritur të implementoj një strategji me cilën kam aplikuar dhe kam fituar, pra ta kthej teatrin kombëtar eksperimental në një teatr të vërtet eksperimental, ku kërkohen forma të reja teatrore, ku kërkimi është qëllim vetvete dhe jo suksesi i parashtruar. Pra në këtë drejtim teatri eksperimental i flet shumë sot publikut, është një ofertë ndryshe tek ne. Njëkohësisht jam përpjekur ta internacionalizoj, pra të kemi bashkëpunime me regjisor huaj, me kompozitor, me skenograf, me light designer. Në shfaqjen e produksionet e parafundit, kemi pasur një light designer të jashtëzakonshëm italian që ka ndryshuar totalisht qasjen se si... Se është një sallë e vogël, intime, megjithatë është shumë e rëndësishme me ato se si. pak projektorë që kemi, ai ka arritur të krijojë, thua se ne jemi full technology sot. Nga ndonjëherë mjafton të gjesh njerëzit e duhur dhe Idet janë shumë të rëndësishme. Tamam, idet janë shumë të rëndësishme, shumë më tepër se sa gjithçka tjetër. Idet, pasioni, këmbgulja dhe kështu me radhë. Pra mendoj që teatri eksperimental sot është një teatr i cili është i vlerësuar në rajon dhe përteri rajonit. Jeni full në fakt me shfaqje, keni gjatë gjithë kohës plot sallën edhe në ditët kur nuk keni një shfaqje që i përket repertorit tuaj, dikush tjetër dëshiron të vejë shfaqje në ditët bosh, pra pothuajse jeni gjatë gjithë kohës të angazhuar me shfaqje dhe teatrore dhe jo vetëm në skenë. Pikërisht, ndoshta është i pari institucion në publik shqiptar që për herë të parë ka futur në program të vetë dhe dansin kontemporan, sepse kush më tepër se sa një teatr eksperimental. Mund të ketë eksperimental, mund të ketë Kanal kryesisht koreograf tuaj, por dhe shqiptari i fundit ka qenë Leonardo Azizaj, që ka bërë një shfaqje shumë interesante, me motive të traditave tona, por të transfiguruar në bashkëkohësi, në qasje bashkëkohore. Është një brez i ri edhe spektatorës që vjen dhe ndjek shfaqjet, çka është shumë e rëndësishme. Shfaqja jonë, produksioni i parafundit i huaj për habin ton, i huaj Camus, pra një tekst jo fort le të themi i thjesht për të perceptuar, ka pasur një audiencë çuditërisht të re. Dhe kjo është një kënaqësi e veçantë kur shikon disa të rinj që mbushin sallat e teatrit, kur nuk janë po ato njerëz që e kanë kthyer rutinë teatrin. Megjithëse sidoqoftë lë për dëshiruar akoma audienca shqiptare. Ne Tirana është qytet për 1 milion banorësh dhe me këtë rast unë bëj thirrje publikut që të vinë ta konsumojnë një vepër teatrore. Për shkak se ajo ndoshta ja ndryshon jetën në një moment të caktuar. Unë kam parë në produksionin tonë të fundit Djali, kam parë njerëz duke le të themi me lot në sy kur kanë dalë, janë prekur. Dhe dikush më tha sa mirë na bëre që e Fatos Berishës. Sa mirë bëre që naftove. Sepse unë kam një adoleshent në shtëpi dhe duhet patjetër ta ndryshoj sjelljen me të. Pra këto janë element, ky është funksioni i teatrit. I bën njerëzit mendojnë për teja saj që konsumojnë aty, për mesazhe dhe për le të themi njerëz që i thrasin mendjes tyre, ndërgjegjjes tyre për mënyrën se si veprojnë. Jo rastisht bota e civilizuar e ka zhvilluar artin. E kuptoj. Dhe ky është qëllimi kryesor. Dhe më vjen shumë mirë në fakt që ti ke arritur ti implementosh idetë dhe ato mundësit që ke për t'i dhënë dhe për t'i vënë në dispozicion artit vërtet skenën e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spaj e Vogli. Sigurisht duke patur parasysh që ti vetë ke nisur me një teatr legjendar siç është Aleksandër Mojsiu, sot të paktën ke mundësinë që ti vetë të lësh gjurmën tënde në atë që është teatri kombëtar shqiptar në një mënyrë apo në një tjetër. Falenderoj shumë që ishe me mua sot. Shumë faleminderit për ju. Gjithmonë ke qenë afër, jo thjesht me, po punëve që unë kam bërë dhe bashkëpunëtorëve të mi njëkohësisht.
Dhe në këtë rast i përshëndes gjithë ish bashkëpunëtorët, të gjithë ata që kanë punuar dhe edukuar. Me dashurin fakt, sepse pasioni jot është ngjitës gjithsesi, kështu që faleminderit që ishe në studion tim e Gjergj dhe suksese, punë të mbar me teatrin. Mirë se na vit teatr. Dovi, viun në mënyrë konstante, po ja, do lidhem pak me Adën që të kemi pak më shumë pjesëmarrje me këto premierat, se tani edhe puna dhe sigurisht mirë është që t'i promovojmë të gjithë këtu në hapësirat tona. Ishte kënaqësi dhe një. Gjithashtu. Mirë, përfundojmë këtu me emisionin ton Çasti i dur edhe për sot. Duke ju falenderuar të gjithëve që na ndoqët, ju lë sërish takim nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.